Mbrëmjen e Halloweenit, rrjetet sociale shpërthyen nga entuziazmi kur çifti më i dashur i publikut shqiptar, Luis Eili dhe Chiara Tito, publikuan një video magjike ku shfaqeshin të transformuar në familjen Adams. Kjo video, që u kthye menjëherë në video virale, tregoi edhe një herë kreativitetin, humorin dhe lidhjen e veçantë që ata kanë si familje. Në pamjet e shpërndara, Chiara shkëlqen me një fustan të gjatë ngjyrë të zezë dhe me një grim dramatik që e kthen në një version perfekt të Morticia Adams, elegante, misterioze dhe joshse në çdo detaj. Luisi, gjithmonë plot karizëm, është veshur si Gomez Adams me një kostum klasik të zi, mustaqe të imëta dhe qëndrimin e tij tipik plot vetbesim, që i jep çdo skene një nuancë humori dhe elegance. Por, padyshim që ylli i videos është vogëlushja Luna Mari, e cila ka marrë rolin e vogël të Ernestai Adams. Me një fustan të zi me jak të bardhë dhe flokë të gërshetuar, ajo shfaqet e ëmbël dhe plot energji, duke i dhuruar videos një prekje të butë familjare mes gjithë atmosferës misterioze të Halloweenit. Në një moment të videos, Luna ecën mes prindërve të saj me një qëndrim serioz, ndërsa Luisi dhe Chiara e ndjekin me dashuri e buzëqeshje, një skenë që ka bërë që ndjekësit të mbushin komentet me zemra dhe emoj gëzimi. Në përshkrimin e videos, Luisi ka shkruar me humor: "Këtë vit, Halloweeni na shndërroi në familjen Adams. Luna po kërkon prindër të tjerë." Ky koment ka bërë që fansat të shpërthejnë në të qeshura dhe të komplimentojnë idenë kreative të çiftit, që çdo herë gjen mënyra të reja për të argëtuar publikun. Në vetëm pak orë, videoja mori mijëra pëlqime dhe u shpërnda gjerësisht në rrjetet sociale, duke u kthyer në një nga postimet më të komentuara të javës. Ajo që e bën këtë video të veçantë nuk është vetëm realizimi i saj artistik, por edhe energjinë e sinqertë që familja Eili përcjell. Edhe pse tematika ishte e errët dhe misterioze, dashuria mes tyre ndjehej në çdo detaj, në mënyrën si e shikonin njëri tjetrin, në mënyrën si Luisi përqafoi Chiarën dhe në mënyrën si e përfshin Lunën në çdo moment. Kjo është ndoshta arsyeja pse fansat i konsiderojnë si familjen më të dashur shqiptare. Në disa prej skenave, kamera ndalet në tryezën e zbukuruar me qirinj, drita të zbehta dhe dekorime Halloweeni, ndërsa çifti vallëzon ngadalë në tinguj misterios. Kontrasti mes errësirës dhe dashurisë së tyre krijon një atmosferë që të kujton filmat romantik gotik, ku dashuria sfidon çdo gjë. Në rrjete, komentet ishin të pafundme: "Jeni versioni më i bukur i familjes Adams, Luna është zemra e Halloweenit, ju nuk bëni thjesht video, por krijoni magji." Fansat vlerësuan faktin që edhe pse janë nën vëmendjen e madhe të publikut, Chiara dhe Luisi dinë të qëndrojnë të natyrshëm, të përfshin vajzën e tyre dhe të përcjellin mesazhe dashurie e harmonie.